një cikël të ri zgjedhor. Nëse ne jemi sot në zgjedhje dhe kemi një kryeministër në detyrë që bllokon, është e vërtetë ajo që e tha Iliri, proces politik s'ka pas, sepse për me pas proces politik është dash me pas marrëveshje. E Albin Kurti nuk është njeri që ka marrëveshje me dikon, proces politik thash nuk ka pas. Marrëveshje me partit të tjera për zgjedhje të presidentit. Ka pas emra të cilët kanë dalë nalt e poshtë, po proces politik që më ullë, mu dakordu, nuk ka pas, sepse Albin Kurti nuk ka qenë i interesun me zgjedh president. Ai ka qenë i interesun me zgjedh dikë që i dha epitet çfarë presidenti ka vyu Albin Kurti. Tash, nëse Albin Kurti del sot në zgjedhje dhe paralajmëron prap, thot, prap do të kemi cikël të ri të zgjedhjeve, sepse s'do të ketë president, se që ashtu kuptohet. Tash, unë e kam vesh një pyetje Blerim. Për çka garon një njeri nëse donë në mënyrë sistematike me bloku? Nëse paralajmëron blokada të reja, edhe mas këtyne zgjedhjeve, a menoni që nuk janë të lodhun qëta qytetarë për shtyne proceseve të një pas njëshme, të një partije që i merë 51% edhe sillet me arogancë dhe bën hajgare me qytetarët e Kosovës. Qër, Ilir, Partia Demokratike e Kosovës i ka dhënë vendit institucionet e president. Për herë të parë, fatkeqësisht, ndodhë që vendi shkon në zgjedhje për çështje të presidentit. Dhe këtë për egon personale të Albin Kurti. Ka dhënë edhe terminale, edhe poset ambasadora. Edhe ju keni marrë, ju keni ble deputet, keni marrë deputet, keni ble deputet, keni ble deputet, e kemi pas e keni zgjedh presidentin, po ato për herë të parë. Jo, ajo, mos të kthejem tek, qërë nuk kom shef me fol për zotin Thaçi, se është në Hagë.